dhe nga një marketing i mirë. Po pra, besoj ditët që jetojmë çdo biznes, siç ish ushqimore, siç ish në treg, në çdo gjë që të po shesin, po s'pati marketing, ditët që vinë, besoj ish biznesi i vdekur. I vdekur, sakt. Shitja është aty. Po ju për shembull në Zvicër, si funksionon? Çfarë marketingu i bëhet aty resortit? Resortin sidomos kur kemi menu të reja nëpër restorante, gjithmonë gatuhet menuj, vinë models quhen ata, që do bajnë foto për ushqimin, do bajnë video, që të postojnë në rrjetet sociale, plas në website, plas do thrasim gazetar të provojnë ushqimin, që shkruajnë articles quhet në anglisht. Artikull, po, na për website-et. Edhe pak a shumë kështu, gjithmonë do vinë ose models, do bajnë fotografi, video, ose gazetar që do bëjnë shkrime. Po, pothuajse po bëhet çdo muaj ose çdo 2-3 muaj. Sa herë që ndron menyja? Po. Kjo është një prej gjërave që në Shqipëri është futur, por nuk e kanë akoma të qartë rëndësinë e promovimit. Dhe kujtojnë që është e mirë, do vim vetë. Nuk të vjen njëri, do vesh ti. Kam barë edhe video për restorante në Greqi, edhe sa heri postoj që bajnë 100-200.000 video, 200.000 klikime, janë shumë njerëz që e njohin na video. Para ca ditë kisha postuar një lokal, një restorant, edhe vajti njeri që rrinte në atë zonë, edhe tha ju pash na Eraldi se dia që kishit hapur këtu, tha. Edhe rrinte në atë lagje, në njëjtën lagje, edhe se dinte që ishte restoranti atje. Do me thënë, sa e madhe, sepse ti vazhdon bën video për restorante, për çfarë bën ti në? E bën si punë tani apo e bën për çef, apo e ke punë të paguar? Jo, kjo është punë e paguar për restorantet aty. Të Greqisë. Të Greqisë ose kudo që tjetë, nuk e di se unë kam audiencë edhe në Shqipëria shumë, edhe në Anglia, edhe në Gjermania, se shqiptarët janë kudo. Bën edhe në kudo që ka shqiptar, domethënë. Kudo që ka shqiptar, edhe grek, kemi audiencë. Kështu që jo, dua të di si nisi, se në fillim ti kishe thjesht hobi, pastaj u kthye në profesion edhe kjo, në punë të paguar. Nisi TikToku nuk ishte diçka që unë fillova dhe u shpërthy. Unë para 2 viteve baja video për YouTube, baja anglisht. Ishin hapat e para, sa të mësoja të baja editing, qysh të filmoja, qysh ashtu. Ajo kanali nuk vajta që qysh doja una, edhe pastaj ndrova, thash do baj TikTok. Me që ishte hapur TikToku, kishte shumë njerëz edhe aty, edhe fillova me video tip humoristike, baja gatim. Edhe mas ca kohe thash se më mungonte ajo që baja në YouTube, se e baja për 2 vite, e baja vetë, e mësoja si të filmoj, si të baj edit, si të hedh video, edhe më mungonte, edhe një ditë thash do provoj të baj një video gatimi në TikTok, edhe qysh të vej, po zvajti mirë, s'ka gjë. Edhe pastaj mendova çaj mungon TikTokut, se këtë gjithë bajnë video gatimi, po ç'a mungon, çaj është diçka që njeri se ka barë akoma. Edhe pastaj fillova me që baja tip komedie në TikTok, thash se mos ta maj edhe komedin brema në gatimin, ta baj bashk. Edhe pastaj kisha se unë dal një herë me vetëm me përparsën edhe gatuj. Po. Edhe kjo histori ndodhi që kur unë najt herë që i thoja shokjeve, e di çka, kam një kanal në YouTube që gatuaj. Edhe më thonin pse s'gatun lakurik. Thash unë lakurik nuk gatuj. Po nejse, ja thash 1, 2, 3, 4 shokjve që gjithë më thanë pse s'gatun lakurik. Dhe i thash unë, që të ma thonë 4-5 veta, diçka ka, kupton, diçka ish mrapa asaj. I thash okej, s'do dal lakurik, pakun do vë një përparse. Edhe kështu bara videon e parë, edhe thash una, se të video e parë, kur filloi intron, se na që flas greqisht, llafet e para që them, i tha, ke parë ndonjëherë shqiptar gatuaj në TikTok? Jo. Edhe hajde të gatuajmë atëherë, se s'kishte na njerin që e bante. Thashun shqiptar, s'ban vakim mos ketë njeri në Greqi, jemi gjithë ata. Edhe kështu që video e parë bari 300-400.000 klikime në një ditë. Edhe video e dytë, video e tretë, edhe pastaj vazhdoi. Thashun okej, këtu jemi. Këtu jemi. Do me thënë, e provove, e ndryshove dhe këtu jemi dhe aty qëndrove dhe ajo filloi pastaj si punë. Filluan të vinë kërkesat me pagesë. Po, ashtu filloi pak a shumë. Janë të larta pagesat? Janë të larta?
Varet restoranit, varet biznesit, varet punën që do të bajnë, s'ka një bazë që thush gjithmonë ish kjo. Nuk i ndan kështu shqiptar grek, jo. Nuk është të bën puna ish video për patriotizëm, bën video për profesionalizëm. Po pra, puna ish punë. Nejse, kam punur me shqiptar që kam thënë mundes në bash një çmim më të mirë, okej. E kam thënë, okej, hajde se po fillojnë tashi. E di qysh të fillosh një restorant, e të tham, okej, do bëjmë pak më poshtë, pak më ashtu, s'ka problem. Po, mami, e mban restorantin ende? Jo, restorantin e mbyllëm para Covid.